Faleminderit e nderuara kryesuese, edhe mua më duhet ta them që më vjen mirë që më në fund mas shumë mandateve parimi i barazisë gjinore i kërkuar në kushtetut po respektohet në kryesinë e kuvendit dhe që shoh një kryesuese, pra një grua në ulsën e kryesuesës. Fusha për cilën do të flas sot dhe vetëm në aspektin e programit qeveritar, pra jo për 100 ditëshin e qeverisë, është fusha e politikës së jashtme. Dhe duke pas parasysh që ky dokument, pra programi i qeverisës duhet të jetë një dokument i gjallë që varësisht nga nevojat dhe varësisht nga zhvillimet dhe mund të kërkojë ndryshime, dua t'i jap një sër rekomandimesh sepse në radhë të parë prioritetet e politikës së jashtme që dje i dëgjuam nga Ministri i Punëve të Jashtme dhe zëvendës kryeministri Thaçi, dallojnë në mas të madhe nga ato që janë paraqitur në programin qeverisës dhe po i përmend disa. Dje Ministri i Jashtëm tha që prioriteti numër 1 është diplomacia ekonomike, që në fakt unë do doja të ishte ashtu, sepse besoj që ka ardhur koha që Republika e Kosovës të fokusohet pikërisht në diplomaci ekonomike, duke e bërë në radhë të parë një rregullim të imazhit ndërkombëtar të vendit që do të nxiste investimet e jashtme. Megjithatë, përderisa dje u paraqit si prioritet numër 1 në programin qeverisës është prioriteti numër 7. Pra një dallim jashtëzakonisht i madh. Dhe përderisa në fusha të tjera është krejtësisht normale që prioritetet të ndryshojnë shumë shpesh, në fushën e politikës së jashtme ato zakonisht nuk ndryshojnë shpesh brenda një mandati. Por ajo që po shohim këto ditë është në intervista të ndryshme ndryshim të vazhdueshëm të prioriteteve që në politikën e jashtme nuk do duhej të ndodhte. Prioriteti numër 2 që u paraqit dje nga Ministri i Jashtëm ishte procesi i njohjeve, përderisa vazhdimisht është thënë gjatë këtyre viteve që agenda multilaterale, pra antarësimi në organizata ndërkombëtare tashmë duhet të jetë mbi procesin e njohjeve, gjë për të cilën unë po ashtu pajtohem, por ajo duhet të reflektohet edhe në programin qeverisës. Mirë po nëse flasim për njohjet, është një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme për të cilën besoj shteti i Kosovës tashmë ka ardhur koha të tregojë seriozitet dhe kjo është saktësimi i numrit të njohjeve, pra cilat janë të konfirmuara dhe cilat nuk janë të konfirmuara, sepse Republika e Kosovës duhet ta di se të cilat shtete duhet të shkojë dhe të lobojë më tej, dhe të cilat nuk ka nevojë të shkojë. Dhe po e përmend vetëm një diskrepancë këtu. Për shembull, në faqen 43 të programit qeverisës thuhet që Kosova ka 108 njohje, që automatikisht nënkupton që këtu janë përfshirë edhe Uganda dhe Nigeria. Megjithatë, me një në faqen 44 Nigeria përfshihet në numrin e shteteve mosnjohse, pra përmendet me emër si shtet që nuk e ka njohur Kosovën. Kjo është një çështje që domosdoshmërisht duhet të sqarohet sepse mbi të gjitha tregon seriozitet të Republikës së Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, në përgjithësi, por edhe me shtetet përkatëse që janë Uganda dhe Nigeria në veçanti, sepse ne kemi pas edhe deklarata nga ish shefja politikës e jashtme evropiane Catherine Ashton, pastaj nga ish sekretarja e shtetit amerikan zonja Hillary Clinton, të cilat kanë konfirmuar që këto dy njohje faktikisht kur nuk kanë ardhur. Prandaj edhe Republika e Kosovës në partneritet me partnerët e saj strategjik duhet të bëjë përmirësimet e nevojshme që të tregojë seriozitet në politikën e jashtme. Sa i përket agendës multilaterale, ne kemi dëgjuar që 4 vite që prioriteti kryesor i kësaj agende duhet të jetë antarësimi në Këshillin e Evropës. Gjë që po shpresoj më në fund do të ndodhë, sepse votat janë aty, mbi 2/3 e antarëve të Këshillit të Evropës tashmë e kanë njohur Republikën e Kosovës. Mirë po së fundi, në disa intervista po dëgjojmë që ky proces, pra procesi i aplikimit, sepse nuk do të thotë domosdoshmërisht që në momentin e aplikimit hyhet edhe në votim, ajo zgjahet 2 deri 4 vite. Prafërsisht do të shtyhet pas nënshkrimit të MSA-s. Gjë që unë nuk e shoh të nevojshme, përveç nëse Ministri i Jashtëm ka informata të cilat ne si kuvend nuk i kemi, sepse nuk ka arsye më të shtyhet, siç e thash, shkaku që i kemi votat, dhe e dyta, shkaku që Kosova tashmë në mënyrë unilaterale një numër të konventave të Këshillit të Evropës veç se i ka bërë të aplikueshme nëpërmjet kushtetutës së saj dhe zbatimi i tyre në praktik ka filluar dhe zbatohen në masë edhe më të madhe se shumë antar të Këshillit të Evropës, siç është Rusia. Pra nuk ka arsye që antarësimi në Këshillin e Evropës të përzihet me hapat që ne po i bëjmë drejt Bashkimit Evropian, sepse Këshilli i Evropës nuk është pjesë e BE-s fare, e para, dhe e dyta,
nuk ka arsye që të shtyhet më tej kjo çështje sepse përfitimi që do ta kishin qytetarët e Kosovës nga antarësimi në këtë organizatë do të ishte jashtëzakonisht i madh sepse do të kishin qasje të drejtë për drejtë në gjykatën e Strasburgut për shkeljet që institucionet e tyre publike u bëjnë ndaj drejtave të tyre të njeriut. Pra, përderisa ne po dëgjojmë që antarësimi në Këshillin e Evropës është prioritet afat shkurtër, programi qeverisës në fakt nuk e përmen antarësimin në këtë organizatë, por antarësimin në organizatën botërore të shëndetësisë dhe antarësimin në UNESCO si prioritete afat shkurtra. Këto janë në programit qeverisës, mirë po, Ministri i Shëndetësisë në pyetjen time parlamentare para një kohe ka konfirmuar që këtë vit nuk do të aplikohet për antarësim. Dhe Asamblea Parlamentare OBSH-s takohet brenda 26 deri 28 majit dhe aplikim tjetër për antarësim nuk mund të ketë deri vitin e ardhshëm. Një çështje tjetër që unë mendoj që pa kurfar nevoje po shtyhet dhe po prolongohet. Kurse për UNESCO, siç e dini, pas antarësimit të Palestinës kanë dalur disa problematika të cilat unë shpresoj që me partnerët tanë, veçanti me SBA-n, i keni diskutuar para se të përfshihet ky si prioritet afat shkurtër. Dhe përfundimisht, sa i përket partnerve strategjik, më vjen mirë që programi qeverisës i kualifikon Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partnerin kryesor strategjik dhe disa vende të tjera të BE-s. Mirë po në program thuhet që partner strategjik konsiderohen edhe shtetet e tjera evropiane. Besoj është një përmirësim që duhet të bëhet, sepse shtet evropian është edhe Belorusia, dhe nuk besoj që Kosova ka ndonjë interes ta konsideroj këtë shtet si partner strategjik, përderisa më vjen mirë, po ashtu që edhe Shqipëria është cilësuar si një ndër shtetet me të cilin Kosova synon partneritet strategjik, por siç e dini deri tani investimet strategjike kanë shkuar drejt një shteti tjetër, pra drejt Turqisë, por besoj që do të, varësisht nga implementimi i këtij programi, do të shohim edhe ndryshime. Krejt në fund, e shoh që diplomacia parlamentare është një ndër prioritetet e politikës së jashtme, edhe pse nuk është tjelluar gjatë krejtësisht normale në program. Unë shpresoj shumë që pas shumë viteve të funksionimit të këtij kuvendi, qeveria vërtet do ta kuptoj rëndësinë e diplomacisë parlamentare. Dhe një çështje shumë e rëndësishme është që kuvendi i Kosovës nëpërmjet diplomacisë parlamentare në bashkëpunim me MPJ-n nuk mund të ndihmoj vetëm tek shtetet të cilat tashmë e kanë njohur Kosovën, por në veçanti mund të ndihmoj me parlamentet të shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën, sepse qasja e kuvendit të Kosovës praktika e tregon tek shtetet jo njohëse është shumë e lehtë, sepse sesa qasja e institucioneve qeveritare. Kjo është krejtësisht normale në diplomaci, sepse zakonisht kur një kryeministër e pret kryeministrin homolog, i bjen që e ka njoft Kosovën, por jo domosdoshmërisht edhe kur e pret një parlamentin e vet homolog, sepse kështu fillojnë komunikimet e para dhe mund të vijë deri te njohja. Rasti më i mirë është Egjipti, ku kuvendi i Kosovës nëpërmjet diplomacisë parlamentare ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që të kemi dhe kryesor, do të thoja, që ti çojmë argumentet e Kosovës dhe të popullit të Kosovës në Egjipt dhe përfundimisht edhe të kemi një vendim pozitiv. Prandaj shpresoj edhe që do të ketë zhvillim më të madh të raporteve MPJ kuvend në mënyrë që të kemi avancim të diplomacisë parlamentare. Faleminderit.